Bazë të akteve tona, do të ne spari këtë ofertë, duhemi me hap për të gjithë. Kjo le të jetë e qartë. I bjen për të gjithë nga Liga e Parë. Për të gjithë nga Liga e Parë, cilët ata të cilët kanë fituar drejtën në Ligën e Parë. Në anën tjetër, për vllaznimin ne kemi një borxh të veçantë për shkak të asaj turbullire që ndodhi vitin e kaluar, edhe mbrëm në bordin tonë do të jemi marrë vesh që me e hap këtë mundësi. Natyrisht na duhet të hapim për të gjithë. Përfundimisht, po duhemi me pasë cili do të jetë ai klubi i cili mund ta zaventësoj. Wild card do të hapet me patjetër, domethënë ky është vendim që nuk mund t'i ikim kësaj. Duhet të aplikojnë të gjithë, ne do t'i kemi parasysh gjitha aplikime, mund të jetë vllazënimi, por mund të jetë edhe secili prej ekipeve të Ligës Parë, përfshin kampionin atje që është Proton Cable Prizreni vitit kaluam, apo dhe ekipe tjera që kanë marrë pjesë në Ligën e Parë. Të gjitha ato të cilat kanë kushte dhe mujnë me plotësu kushtet për të qenë pjesë konkurruese dhe garuese e Superligës Kosovës, do ta kenë këtë drejt natyrisht në kundër vlerë për një pagesë kotizime të cilën duhet me ja pagu federatës në gjitha klubet e Superligës.